por si kana e zogu të verës, kur vallëzon në blerim të përillit, por si i ëmbli flatjerës, kur i lëmon gjite të rënafilit, por si vala e prekutetit, por si gjama rthes gjetare, e si ushtima ti tërmetit, një ashtu ajon shkyptare. Përshëndetje miqtë e mi të vegjël, mirë se erdhët në kanalin tim Mësojmë Slovenisht, përkatësisht në rubrikën Gjuha Jon. Përshëndetje edhe për ju prindër të nderuar dhe kujdestar të cilët jeni nën përkujdesjen e fëmijëve. Siç e dim tashmë, kjo rubrikë dedikohet fëmijëve të cilët jetojnë në shtetin sloven dhe gjuha slovene është gjuhë obligative për ta, mirë po për të mos haruar edhe gjuhën e tyre amtare, ju vjen në ndihmë kjo rubrikë, e cila është mjaft e rëndësishme. Edhe në këtë video do të ndalemi tek shkronjat e alfabetit shqip dhe shkronjat e alfabetit sloven, dhe njëkohësisht do të mësojmë edhe disa fjalë. Pra, secila shkronjë do të jetë shoqëruar me fjalë. Unë ju lusë për vëmendjen tuaj. Fëmijë të dashur, cila shkronjë është kjo që tani po shikoni në ekran? Kjo është shkronja A. Çfarë po shikoni në fotografi? Çka është ky? Ky është Ariu. Ariu fillon me shkronjën A. Ariu. B. Baloni. C. Ciapi. Q. Çanta. D. Dardha. Dh. Dhëmbi. E. Elefanti. Ëmbëlsira. F. Flutura. G. Ky është gomari. G. Gomari. Gj. Kjo është gjirafa. Kjo është shkronja H. Dhe kjo është hëna. H. Hëna. I. Iriçi. J. Jeleku. K. Kali. Kjo është shkronja L. L. Limoni. L. Lamba. M. Moneda.
N, nëna, një, ky është numri 1. Numri 1 shkruhet, shkronja e parë e numrit 1 është 1. O, ora, P, pula, Q, qeni, R, rosa, R, rushi, R, rushi. Rushi fillon me shkronjën R. S, sapuni, Sh, kjo është shqiponja, Sh, shqiponja, shkronja T, T, tigri, Th, thesari, U, ura, V, violina, D, shkronja D, dhe kjo është xixëllonja, D, xixëllonja. Kjo është shkronja Gj. Gj, gjaketa, Y, ylberi, Z, zebra. Dhe shkronja e fundit e alfabetit të gjuhës shqipe është shkronja Zh. Zh, zhapiku. Miqtë e mi të dashur, këto ishin shkronjat e alfabetit të gjuhës shqipe. Të gjitha këto shkronja ishin të shoqëruara me fjalë të ndryshme. Kurse ky është alfabeti i gjuhës slovene. Edhe këto shkronja janë të shoqëruara me fjalë të ndryshme në gjuhën slovene, të gjitha të përkthyera në shqip. Prandaj ju sugjeroj t'i shkruani në fletoret e juaja dhe t'i përsërisni. Kaq për ditën e sotme, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ne miru dëgjofshim përsëri.